Në 4 vite luftë në Ukrainë, Rusia ka arritur të sigurojë mbi 1 trilion euro të ardhura nga gazi, nafta dhe qymyri, pavarësisht sanksioneve ndërkombëtare. Sipas raportit që nga nisja e pushtimit rus, argëtimet energjetike të Kremlinit kanë arritur në 1.19 miliard euro. Vetëm në janar të vitit të fundit, Rusia ka përfituar mbi 14 miliard euro, ndërsa gjatë gjithë vitit 2025 rreth 202 miliard euro. Rusia është prodhuesi i tretë më i madh i naftës në botë dhe i dyti për gaz natyror, si dhe ndër të 6 vendet kryesore për qymyr. Gjatë periudhës 2022-2026, të ardhurat ndahen rreth 420 miliard euro nga nafta bruto, 280 miliard euro nga produktet e naftës, 135 miliard euro nga gazi, 74 miliard euro nga gazi i lëngshëm dhe 109 miliard euro nga qymyri. Korea ka përdorur një kombinim burimesh nga të dhënat e trafikut detar dhe statistikat europiane deri te vlerësimi i çmimeve reale të shitjes për të ndërtuar këtë panoramë. Pavarësisht masave ndëshkuese, tavanit i çmimit të G7 dhe kufizimeve të tjera, Moska ka vazhduar të fitojë fal zhvendosjes së eksporteve drejt Azisë dhe lindjes së mesme, përdorimin e ndërmjetësisë jo të sanksionuar, si dhe një rrjet operatërësh që shpesh shesin mbi çmimin e lejuar. Një rol të rëndësishëm ka luajtur edhe ashtu quajtura flota hije e përdorur për transportin e energjisë. Vlerësit kryesorë të energjisë ruse mbeten Kina, India dhe Turqia, të cilat së bashku kanë blerë 584 miliard euro energji, ose 75% të totalit. Kina kryeson me 301 miliard euro, India me 165 miliard euro dhe Turqia me 121 miliard euro. Ndërkohë, marrëveshjet e fundit mes presidentit amerikan Donald Trump dhe kryeministrit indian Narendra Modi parashikojnë një ulje ose ndalim të blerjeve indiane të naftës ruse. Për Kinën, një skenar i tillë nuk është konfirmuar pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare. Presidenti finlandez a deklaruar më herët në një telefonat e Xi Jinpingut drejtuar Moskës që do të mjaftonte për të ndaluar luftën. Edhe Evropa ka kontribuar ndjeshëm në të ardhurat ruse me 219 miliard euro blerje energjie gjatë periudhës së analizuar. Shuma ka rënë ndjeshëm pas vitit 2022, por nuk është zhdukur. Rreth 16 miliard euro blerje janë regjistruar ende në 2025 dhe 1.2 miliard euro në fillim të 2026-s. Gazi i lëngshëm nga Siberia vazhdon të mbetet një element kyç.